Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Nuk e kishim parë ndonjëherë motra e Grida Dumës, një yll i vërtet. Moderatorja e njohur Grida Duma ka mahnitur publikun me një paraqitje të rrallë jashtë studios televizive, duke u shfaqur së bashku me motrën e saj, Geris Duma, gjatë një podcasti. Grida Duma, e njohur për elegancën dhe karizmën e saj, ishte e pranishme në eventin artistik kushtuar Tefta Tashkos. Në një event, ajo vlerësoi lart autoren e projektit Balina Bodinaku për ndërthurjen mjeshtërore të historisë, muzikës dhe ndjenjes patriotike. Megjithatë, në këtë dalje publike, vëmendjen e madhe e mori motra e saj, Geris Duma. Geris tërhoqi syt me natyrshmërinë dhe bukurinë e saj të veçantë. Kjo u dëshmua me finesë dhe elegancë, të cilat janë pjesë e pandare e familjes Duma. Grida e përmbylli mbrëmjen duke shprehur emocionin e saj të thellë. E ndoqa me shijen të pashtershme të pasurit time motër, duke bërë një rekomandim të fortë për ta ndjekur këtë performancë. Kjo shfaqje e dy motrave solli në skenën kulturë, ndjeshmëri dhe elegancë, mbi të gjitha klasë.